Nxënës të shkollave fillore të komunës së Gjakovës po marrin pjesë në këtë aktivitet simbolik kushtuar ditës botërore të poezisë. Kjo është bërë mundë me mbështetjen e Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport. E organizimin e ka bërë klubi letrar Gjon Nikol Kazazi. Ky është viti i dytë që mbahet një aktivitet i tillë. Bashkë me klubin letrar Gjon Nikol Kazazi, nga vjet kemi filluar pikërisht me nxënësit e disa shkollave fillore, ku janë përzgjedh ata më të mirët që posedojmë këtë art. Hapjen e tij e bëri pikërisht kryetaria e klubit letrar Gjon Nikol Kazazi, Gentiana Muhaxhiri, e cila u shpreh se gjithmonë është kënaqësi të punohet për fëmijët. Tradita e poezisë në qytetin tonë vazhdon. Të dashur fëmijë, për disa prej jush sot është vetëm hapi i parë drejt artit të fjalës së shkruar, por ne urojmë që rruga e jetës suaj të ketë pafund hapa të tillë. Fëmijët u nderuan nga pjesëmarrja e krijuesit dhe publicistit Agim Byçi. Ai u tha atyre se poezia është një shprehje e ndjenjave dhe mendimeve, ndërkohë që pati edhe disa këshilla për ta. Sa më të mëshëm keni, sa më zgjuar, sa më shumë që të mësoni në shkollë, aq më top dhe aq mirë do të mund kur të rriteni të shprehni ndjenjat e juaja, mendimet, idetë e tjera. Në dorë të skjallësi Kosovë, ne jemi të fortë, gjithmonë do të mbrojmë, të shmorës larga qielli, të qefin nga besojmë. Më pas fëmijët vazhduan me recitimin e poezive që i kishin krijuar vetë ata për këtë ditë. Unë të dua harabe, kam ca buk, kam ca mendje. Në mesën e pjesëmarrësve pati edhe shumë prindër të cilët kishin ardhur për të parë fëmijët e tyre duke recituar.